Ta deri diku më përgjigj. Mendoj që zotim Atoshi Ceki kemi në vendim të vitit 2010 për zgjedhjen e presidentit dhe sipas bindjes time ai vendim përkundër që është i detyrueshëm mandatar nuk është në përputhje me Kushtetutën e Kosovës. Unë mendoj ashtu. Dhe e kam dhënë edhe më herët e kam thënë to që në një konstelacion tjetër gjykata kushtetuese kish mujt me një gjykatë kushtetuese e re kish mujt me ndryshu ato sepse nëse ke qenë fryma e Kushtetutës që presidenti mos zgjedh me 2/3 e kish paraparë në mënyrë eksplicite çuçi ka çdo kushtetues, sikur në Shqipëri në vende të tjera thot me 2/3. Kto thot 2/3 i kirë 2 rundet e para dhe nëse zgjidhet në rundën e tretë me gjallën e. Po në vitin 2010 gjykata kushtetuese ka thënë po zgjidhet në rundën e tretë, po duhet të jenë të pranishëm. Që nuk shkruan kështu në kushtetutë, po e ka bërë interpretimin. A mundet me ndryshu këtë interpretim? Nuk mundet me ndryshu sepse shumë shpesh gjykatat kushtetuese i ndryshojnë me kohën, me rrethonat e kështu me radhë. Edhe po shoh ka mundësi që ndoshta edhe kanë marrë këtë këshill dhe ka mundësi që zgjidhet presidenti sot me gjallën e vota dhe shkon në gjykatë kushtetuese. Edhe me këtë çka bëhet, shtyhet afati për zgjedhje. Ka mundësi edhe shtyhet afati për zgjedhje, edhe ka mundësi, unë nuk pres se gjykata kushtetuese ka me ndryshu qëndrimin e vet, duke pas parasysh konstelacion të gjykatës kushtetuese, dikush ma merr me të keq po çysh ashtu, gjykata kushtetuese janë të emëruar politik. Jemi dakord, emërohen politik, propozohen nga partitë politike dhe emërohen aty dhe nuk ka jashtëzakonshme. Juridiko politike, dihet. Është edhe në shumë shtete ashtu, në Shtetet Bashkuara të Amerikës mezi presin me emëruar në gjyqtar. Dhe normal që ata e kanë interesin më të mirë të Kosovës, por të ky rast unë s'kam ambicie me qenë gjyqtar i gjykatës kushtetuese, por nëse isha qenë gjyqtar i gjykatës kushtetuese, e pse po të nevojë me përmend? E kisha ndryshu praktikën. E kisha ndryshu praktikën në vitin 2010. Domethënë nëse kisha kjo çështje kisha thënë. Mundet më ndryshuar. Jo, mundet më ndryshu, absolutisht mund më ndryshu, por nuk pres që ka më ndryshu në këtë drejtim. Tani a kanë me vendos ashtu, mundet me vendos, nuk e di. Tash të më përgjigj drejt për drejt. Ona procedurale mundet më kontestu, por nuk besoj që është shumë substanciale kjo. Besoj që është në suazat të Kushtetutës edhe të vendimit që lejohet tërheqja dhe desa